Mirë se erdhët në rubrikën Fjala për profesionistët, një rubrikë që nuk përfaqëson asnjë interes tjetër përveç se ati të publikut, interesin për të vërtetën, të sjellë me argumenta të bazuara në shkencë dhe vetëm në shkencë, nga njerëzit më të kualifikuar që kemi në vend. Sot kam një kënaqësi të dy fisht. E para sepse kam një profesioniste të niveleve shumë të larta përpara meje, por e dyta sepse ajo është dhe kushërira ime, Doris Mingomataj. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Blerin. Doris, je në fushën e stomatologjisë prej shumë viteve, por je dhe vajzë e një familje stomatologësh, ku baba jot me të vërtet ka qenë një ndër kontribuesit më të jashtëzakonshëm të kësaj fushë për sa kohë ai jetoi dhe punoi në këtë vend, Çerçiz Mingomataj, i cili ja vlen të kujtohet me shumë admirim dhe me shumë vlerësim për punën e tij. Po nga ana tjetër, nivelet shumë të jashtëzakonshme që ai arriti dhe realizoi me mjetet që kishte ajo kohë në profesionin e tij, ndoshta të vënë edhe përpara një sfide që të krahason gjithmonë me babin. Si është ti je vajza e Çerçizit si dentiste? Si që the, jam fëmijë e lindur në një familje stomatologësh, kështu që jam ushqyer çdo ditë me këtë profesion. Si është ti jesh fëmija e një stomatologu, e dy stomatologëve, po veçanërisht një figurë të jashtëzakonshme si ishte i madh, dhe besom nuk jam me modestin maksimale kur them gjithsesi ishte një figurë e jashtëzakonshme, sepse për mua mbetet padyshim profesionisti më i arir që kam njohur, si figurë njerëzore dhe si profesionist, si aftësi. Është sfidë, është lumturi, është çdo gjë. Sfidë sepse dje, sot, po dhe nesër, unë e di që do përballem gjithmonë me figurën e tij. Kënaqësi sepse mësoje çdo ditë dhe mësoje shumë. Lumturi dhe komplimenti më i madh kur njerëzit thonë që i ngjaj. Edhe me të vërtetë duhet ta them që i ngjan të paktën në aspektin që krijon një besueshmëri tek pacienti, sepse unë jam dhe pacientja jote, pavarësisht jo nga ato shumë të suksesshme. Po kjo jo për fajin tënd, po për fajin tim. Besoj se sikurse unë edhe shumë nga ata që po na ndjekin sot e kujtojnë dhe ta kujtojnë për herë doktor Çerçizin, sepse e kanë në gojën e tyre me mbushjet e tij të pavdekshme, me punët e tij të pavdekshme. Unë i kam edhe unë dhe besoj që janë ndër të rrallat punë që zgjasin aq shumë për t'u admiruar nga të gjithë besoj kolegët e tij. Do doja të na bëj një prezantim për veten tënde se si e nise këtë rrugtim edhe ku ke arritur deri më sot dhe se si je angazhuar në këtë fushë. Si e nisa këtë rrugtim? Që e vogël, jam ushqyer me dentistri. Që e vogël, ndoshta në fillimet e mia, mbaj mend që në kopësh madje po të më pyesni, thoya do bëhem dentista, e dija. Unë do bëhem dentista. Ndoshta për inerci se ishte vetmja gjë që njihja. Më mbrapa e përballur me dentistri në vetvete ku shkoja dhe rija me orë tek babi ose tek mami dhe shikoja dhimbjen si hynin, dhimbjen në sytë e pacientëve kur hynin dhe buzëqeshjen kur dilnin, qetësimin që fitonin. Kur unë ndoshta jam një natyrë shumë empatike, nuk ti them. U dashurova me këtë profesion dhe nuk e mendoja gjë tjetër veten vetë se të isha një stomatologe. Kështu që në thënjeshin në vitet e ndryshimeve të mëdha, për fat të mirë stomatologjia u bë me konkurs, kështu që hyra, konkurova, fitova të drejtën për të ndjekur studimet në stomatologji. Në 96-ën që mbarova hyrat me njëherë në punë. Sa vite ka qenë dhe është stomatologjia? Unë jam brezi i parë ku stomatologjia u rikthye 5 vjeçare. Më mbrapa tashmë përveç 5 viteve studim është dhe një vit praktike detyruar për të kryer pastaj një provim shteti dhe për të marrë licencën. Sot kush mbaron stomatologjin del me master shkencor nëse ka disa cilësi, ndërkohë që atëherë masteri ishte një
kualifikim më vete, të cilit ju nështrova rrotull vitit 2002-2003. Më pas, gjithnjë është shtyrë dhe inspiruar nga përvoja dhe aftësitë e Timeti, po dhe nga satisfaksioni që fitoja sinqerisht nga puna. Vendosa të hyja për doktoraturë dhe i mbylla studimet e mia në 2013 të doktoraturës. Gjatë gjithë këtyre viteve, kryejmë vazhdimisht trajnime, zhvillohemi, sepse për fat të mirë tashti është një edhe detyrë dhe obligimi joni që të trajnohemi continuing education, të mos ndaloj asnjëherë. Sepse më merr mendje që është një shkencë që gjatë gjithë kohës zhvillohet edhe është një shkencë që zhvillohet dhe zhvillimet janë të jashtëzakonshme. Është një bum zhvillimi teknologjik dhe material dhe teknikash dhe dëshirash dhe kërkesash në rritje dhe të vetë pacientëve që kemi përkundrejt, kështu që pra trajnime pafund, besoj? Trajnimet pafund jashtë vendit dhe brenda vendit. Dhe në vitin 2023? Në 2006 fillova, u atashova dhe në një universitet të ri që u hap dentar në atë kohë, tek Albanian, dikur UFO University dhe sot Albanian University, dhe vazhdoj të jem ende atje, pedagoge e brendshme, në disa lëndë. Dhe mund të them që ndoshta arritja më e madhe që kam arritur përtej vlerësimit të Timeti. Është në 2023-shin ishte një çmim, një award, Lifetime Achievement për Top 100 Doctors për vitin 2023, pra në 100 doktorat më të mirë të botës në 2023-shin, që është një çmim që jepet nga mjekët për mjekët. Do me thënë, u zgjodhe një ndër 100 mjekët më të mirë të botës në vitin 2023. Jam shumë krenare për ty dhe për këtë detaj që duhet ta din që është një aset për Shqipërinë. Ka shumë të tillë, po unë bëj përpjekjet e mia. Po je shumë modeste. Mendon që Çerçizi, unë i them Çerçizi sepse e ndjej shumë të afërt, po është krenar për ty? Është i kënaqur? Shpresoj shumë. Më buzëqesh aty ku është. Duke e njohur të dyja, vështirë të kënaqur Çerçizi. Në fillimet e tia ishte shumë e vështirë. Të them një kuriozitet, gjatë viteve të shkollës më thoshte, kur e pyesja për në gjobë, atë lutem ma spjego këtë gjë, thoshte si e ke shpjeguar në klasë, në shkollë? Kështu, okej, ashtu thuaje. Duhet ta lusja që të më shpjegon të në gjë. Dhe më mbrapa, kur fillova punë me të, aty filloj shkolla ime vërtet. Aty filloj puna e vërtet, sepse fillimisht çdo ditë kisha materialet që duhet lexoja, që kishin të bënin me çfarë kishim kryer dhe nëse kishte qenë endodonti, nëse kishte qenë protetik, pra çfarë duhet lexoja për të formuar. Dhe më pas çdo ditë më kontrollonte që nga mënyra se si mbaja veglat, se si raportoja me pacientin, se si bëja vlerësimin, se si kryeja punën, gjithçka, hap pas hapi. Që mendoj që shkolla ime vërtet filloi në fakt me një njerëz të jashtëzakonshëm. Me të. Doris, unë bëra një pyeta AIN, tamam dipsikun. Se cilat mund të ishin disa pyetje interesante për një dentist. Dhe një nga pyetjet... është një realitet, është më ajo. Më nxori shumë pyetje, me thënë drejtën. Interesante ishin të gjitha, po të bëj njërën që zgjodha. Si ka ndryshuar nga momenti që ti ke filluar, duke qenë se ti dhe ke filluar dhe që e vogël, thua, nëpërmjet prindërve të tu, në këtë treg, po themi. Si ka ndryshuar ky treg nga kur ti ke filluar deri sot? Si ka ndryshuar dentistria? Dentistria. Sepse tregu i dentistrisë e një fillimin e ti me privatizimin dhe në 93-shin filloi. Stomatologjia, do të thoshe. Kurse stomatologjia, shërbimi stomatologjik në Shqipëri ka ndryshuar rënjësisht krye këput, sikurse ka ndryshuar dhe shumë fusha të tjera, merrni vesh. Në vitet e
Para të shekullit të 19-20, dentistria përfaqësoi nga ata pak dentistë që kishin mundësinë, që kishin shkuar në Austri apo në Perëndim për të studiuar dhe ishte tmerrsisht e prapambetur dhe e pazhvilluar. Në vitet e para, të themi pas viteve 2 pas çlirimit, Shqipëria ishte në rënoj totale dhe në pamundësi totale për të pasur një zhvillim stomatologjik. Përpjekjet për ta vënë në vija të mirëfillta ishin kur çuan studentët e parë në vendet lindore me të cilët bashkëpunonim, dhe çuan në Rumani, në Bullgari, në Poloni, çuan dhe në Gjermani, një prej tyre ishte i madh. Ndoshta ndaj ishte dhe aq i përgatitur. Në Gjermani? Në Gjermani, atje ka zhvilluar studimet, dhe më pas u krijua fakulteti stomatologjik. Por stomatologjia është një profesion që ka nevojë dhe për një ekonomi mbrapa. Për të krijuar një stomatolog duhet një investim i madh, po dhe për të krijuar një kabinet dentar duhet një investim. Kështu që në një vend të varfër si Shqipëria, dhe krejtësisht parapambetur të pretendoje arritjet që me të cilat hap apo ecte bota ishte një çike vështirë. Kur Imat ishte pjesë e shërbimit stomatologjik në Ministri për të ngritur këtë shërbim dhe e ka shëtitur në mënyrë kapilare Shqipërinë në çdo fshat, e ka gjetur shërbimin stomatologjik ku një dentist promovohej nëse ekstraktonte shumë dhëmb, hiqte shumë dhëmb. Dhe ka gjetur në një raport 4 dhëmb të hequr kundrejt një dhëmbi të mbajtur, të trajtuar për hir të varfërisë, dhe ky mjek quhej një mjek i arir. Është dashur një punë kolosale në atë kohë për ta invertuar, për ta përmbysur këtë raport dhe për ta kthyer 2 dhëmb e gjysmë të trajtuar kundrejt një dhëmbi të hequr. Vazhdoi me ngritjen e shërbimit stomatologjik në mënyrë kapilare në gjithë Shqipërinë, edhe në shkolla. Me filozofinë që të ruajmë dhëmbin, të ruajmë sa më shumë dhëmbin, sepse është një aset për shëndetin ton dhëmbi. Dhe atëherë ma merr mendje që s'kishte edhe kollëfe dhe... Atëherë nuk ishte shumë gjëra. Realisht nuk ishte shumë gjëra. Kështu që mund të vinin njerëzit nga fshati dhe thonin të lutem hiqi gruas time këtë dhëmb dhe këtë dhëmb, po, që të mos më shqetësojnë në shtëpi. Ndërkohë që mund të trajtoheshin fare lehtë, po, realisht pamundësia ka bërë çuditëra. Ndoshta e mban mend pamjen e njerëzve të para viteve 90 kur ti do shihje dritare të shumta në gojën e pacientit dhe dhëmb të munguar. Veçanërisht këto mbas dhëmbit të qenit ishin dhëmbët që mungonin. Gjashtat dhe premolarët ishin dhëmbët e parë që shkuleshin. Po dhe të parët shpeshherë në moshat e të reja, edhe në moshat të reja. Sidomos te gratë pas lindjes. Pikërisht për këtë arsye. Sepse pamundësia, vështirësitë, mos interesimi, mos vlerësimi i shëndetit dentar, i shëndetit gojës në përgjithësi dhe i dhëmbëve me veçanti, bënin që njerëzit ta nëmlerësonin këtë. Pra ishte shërbimi i munguar dentar, po theme, në atë kohë. Shërbimi i munguar dhe vlerësimi i munguar. Nuk i jepi rëndësi. Edhe popullata ishte krejtësisht edhe pa dhëmbje shumë gjë, asnjë problem. Po, mendon se ndikonte edhe keq ushqyerja në atë kohë? Ndikonte keq ushqyerja, ndikonte mentaliteti. Se ne pe themi, më falë që të ndërpres, që mos keq kuptohemi me njerëzit. Ne themi që në atë kohë ushqimi kanë qenë bio, kanë qenë vërtet shumë cilësore, kanë qenë ushqime të vërteta, natyrale, të papërpunuara. Po mos të harrojmë që tek njerëzit shkonte shumë pak sasi ushqimi dhe shumë pak lloje ushqimesh. Pra, ne kemi pasur shumë cilësi, por kemi pasur mungesa të jashtëzakonshme që ta kuptojmë këtë. Absolutisht. Këtu theksojmë pjesën e keq ushqyerjes. Po, keq ushqyerje dhe nën ushqyerje, dhe kjo ishte edhe varfëria në cilën jetonim. Kemi qenë një popull i varfër. Ekstremisht, mund theme. Po, edhe sot kemi shtresat të tëra të popullatës janë në limitin e varfërisë, por kemi qenë një popull në total. Kemi pasur në atëherë mungesë kalciumi, për shembull, në dietën tonë që mund të ketë ndikuar në këtë prishjen e dhëmbëve kaq të shpesht. A kemi pasur mungesë fluorizimi? Po, ne kalciumin e kishim, djathin dhe produktet ushqimore i kishim metallon. A, i kishim metallon? I kishe metallon, i kishe të limituara. Ti e kishe,
Ti haj një trana dhe me kaq mbaron të vakti. Po. Mishi ka qenë shumë Mishi ka qenë i limituar, kemi qenë me tallon. Vërtet kishim pak ushqimet përpunuara, ndryshe nga ditët e sotshme, dhe këto kanë problemet e tyre, ushqimet e përpunuara ti më mirë se unë. Që do t'i diskutojmë patjetër. Edhe i kemi pasur bio, i kemi pasur të pastra, të pasura në fibra. Por kanë qenë në sasi të limituar dhe në variabilitet të limituar. Kanë qenë shumë të limituara. Dhe kjo ndikon. Uji, ka pasur zonat të Shqipërisë. Tirana ka pasur një territori saj ujtë Selitës, që ishte një ujë shumë i mirë, por pjesa tjetër e Tiranës, apo zonat të Shqipërisë që kanë pasur ujë gëlqeror, e vuanin këtë gjë, e reflektonin tek dhëmbët, e reflektonin tek kockat, e reflektonin tek veshkat. Gurët në veshka. Gurët e shumt në veshka. Të pranishëm. Kujdesi personal, higjiena personale, ishte shumë e limituar. Është e vërtet që atëherë përpiqeshin dhe mjekët stomatolog shkonin dhe në kopshe, që në kopshe përpiqej të florizoheshin, të merrnin kalcium, të merrnin... Por ato ishin të limituara. Pastat e dhëmbëve, ato ishin. Furçat e dhëmbëve, ato ishin. Nuk e di nëse mban mend një furçë dhëmbësh që bëhej, konsumohej e tëra dhe i shkonin. Ishte karakteristike furçave të asaj kohe, të gjeje në përgota në shtëpi kur shkoja ato furçat, po ishin krejtësisht të shkatruara, çfarë funksioni ofronin. E tmerrshme. Mendoj që edhe dhëmbët nuk laheshin për ditë, madje përderisa edhe trupi nuk lahet për ditë, laheshin mirë. Pikërisht kur kishim sfida me gjëra bazike, mund të themi që dhëmbët në një farë mënyrë konsideroheshin luks. Okej, unë këtu tani vi pak, më vjen domethënë një pyetje. Si ja bënin paraardhësit tanë, që s'kishin as furça as kolinosë, flas për shumë kohë përpara. Domethënë, le të flasim për periudha edhe në vitet 1700, 1800, nëse ka të deshe të thuash prehistorik. Deshe të thuash para Krishtit. Dhe para atyre, jo para Krishtit. Po, beson para Krishtit. Edhe para Krishtit. Pra, deri para civilizimit, po flasim deri para industrializimit. Industrializimit, perfekt. Si ja bënin njerëzit me dhëmbët? Unë mendoj për shembull që mund të ketë qenë dieta më e varfër në sheqer dhe nuk ju prisheshin kaq shpejt, mund të kenë qenë ushqimet pa përpunuara dhe krijonin atë, si thuash, pastrimin mekanik. Vetë pastrimin të dhëmbëve. Kanë vuajtur paraardhësit tanë nga dhëmbët kaq shumë sa kemi vuajtur ne për shembull në periudhën e komunizmit e këtej? Atëherë, të kemi parasysh që kemi periudha krejtësisht të ndryshme historike dhe çdo periudhë historike ka karakteristikat e saj. Jetëgjatësia atëherë s'ka qenë kjo që është sot. Kushtet e ushqimit, ushqyerja ka qenë krejtësisht e ndryshme. Nivelet ekonomike popullatave kanë qenë krejtësisht ndryshme, por edhe pse në periudhat e lashta, po të shohim mbrapa, të kthejmë kokën mbrapa në historinë, e kemi qytetërimin egjiptian që është i magjishëm për arritjet e tij. Dhe ka pasur edhe për kujdesin ndaj dhëmbëve ka qenë i fokusuar. Qytetërimi egjiptian. Në Egjipt, kushëri, do gjejmë ndërurat e para të vendosura tek njerëzit, pra kujdesin ndaj dhëmbëve ishte natyrisht tek shtresat aristokratit, natyrisht tek shtresat e pasura, natyrisht në faraon dhe rrethin përreth tyre. Por gjejmë urat e para. Urat e para. Gjejmë trajtimet e para, zëvendësimet e dhëmbëve. Dhe gjejmë dhe pastat, furçat e para të dhëmbëve, ose dhe tipet e pastave të para të dhëmbëve. Për shembull në Egjipt do të kishim mund të ishin kocka ku lidheshin qimet e kafshëve. Apo copa druri, apo copa fildishi ku lidhen qimet e kafshëve. Në lindjen e mesme, për shembull, do të ishte një bim që vjen deri në ditët e sotshme, që do ta gjeni me emrin misvok sot, apo që atëherë, ose me emrin pema e furçës së dhëmbëve. Është një degë e cila njomet në ujë dhe fizohet dhe me fal këtyre fizimeve vepron eksaktësisht si një furçë dhëmbësh dhe mund dhe pastrohen dhëmbët dhe në këto hapësirat midis dhëmbëve. Është dhe pasur me propertisë antiinflamatore dhe aromatizuese. Është një furçë dhëmbësh e lashtë që vjen deri në ditët e sotshme. Mua më bën pak përshtypje fakti sepse natyra, Zoti krijuesi, ta themi si të dojë çdo njeri, ka bërë pak a shumë njeriu, më thënë, një organizëm perfekt. Pse do t'i bënte dhëmbët që të prishen kaq kollaj?
Jo, dhe dhëmbët janë një organizëm shumë interesant dhe perfekt. Çështja është që si çdo organ tjetër i trupit tonë dhe dhëmbët ka nevojë për kurrë. Pse mendojmë që lëkura ka nevojë për kurrë dhe dhëmbët nuk kanë? Pse mendojmë që duart duhet i lajmë çdo herë përpara se të ulemi të ushqemi apo kur dalim kur ngrihemi nga tavolina dhe dhëmbët jo? I përdorim 24/7 çdo ditë të jetës tonë. Pra ti thuaj që kur njeriu që në kohët e lashtafare, domethënë që në neandertalët edhe më tukje. Që në qytetërimet e lashta, po. Dhëmbët prisheshin. Patjetër prisheshin dhe kemi pafund dhëmbë të prishur. Gjejmë dhëmbë të prishur në për fosilet që gjejmë nofulla me vrima dhe me hapësira që tregojnë që kanë pasur infeksione njerëzit, gjejmë dhëmbë të rënë, gjejmë dhe ura, gjejmë dhe dhëmbë të trajtuar, gjejmë dhe dhëmbë të zbukuruar, piercing që vendosen sot në dhëmbë datojnë që në fiset maja, që kishin dëshirë të zbukuroheshin. Tani që e kam hastur. Po. Si ka ndryshuar pjesa e strukturës së dhëmbëve tani në kohën moderne? A ka ndryshuar së pari dhe për shembull këto trajtimet që bën ortodontike janë trajtime thjesht sepse është tashmë mundësia apo është e nevojshme më shumë për të bërë? Atëherë, pa dyshim që struktura jonë skeletale ka ndryshuar si rrjedhimi i nevojave që vinë. Dhe në momentin që ne dikur, dhe flasim me 1000 vjeçar më parë, ushqimet ishin mishi i papërpunuar, apo i papjekur, apo i fort, ushqimet ishin krejtësisht forta, ushqeshin me rrënjtë e bimëve, pra me gjëra nevoja për të përtypur ka qenë shumë e madhe. Mbluarja ka qenë shumë e madhe. Sistemi muskular ka qenë e nevojshëm të jetë më i fuqishëm. Rrjedhimisht kockat që lëvizën dhe vijnë në funksion nga këta muskuj kanë qenë më të zhvilluara. Sepse duhet të shyenin. Kështu që gjenim nofulla shumë më të zhvilluara dhe më të mëdha. Ndërkohë që me 1000 vjeçarët, me futjen e zjarrit, me futjen e ushqimeve të përpunuara, me rritjen e jetëgjatësisë, me ndryshimin pra të mënyrës së jetesës dhe të kushteve në cilat njeriu ron, padyshim që reflektohen shumë gjatë infeksionet apo smundjet apo problemet që akumulon me vitet, sepse jetëgjatësia është rritur. Padyshim që reflektohen në sistemin tonë skeletal ndryshimet, sepse nevojat për forca që ne ushtrojmë janë shumë më të reduktuara, dhe padyshim që këto nofulla, edhe kuspidet masit dhëmbëve, këto majzimet, të formëzimet e dhëmbëve janë shumë më të reduktuara. Po shtrembërimet? Ne themi që kemi 8 dhëmbë në normë. Gjithnjë më shumë gjejmë popullat ku dhëmbët e 8 dhëmballët e pjekurisë mund të mungojnë ose ngelen të pa eruptuara. Por jo vetëm, edhe dhëmbë të tjerë të serisë mund të mungojnë. Ndërkohë që dikur gjenim dhe një seri të 9 dhëmbësh. Pra gjenim jo pak njerëz me më shumë dhëmbë, dhe kjo ishte pikërisht se nevojat ishin të tilla, kishim nevojë për më shumë. Nëse nofullat janë më të reduktuara, këta dhëmbë do gjejnë më pak hapësirë për të dalë, dhe sot gjejmë klasa të dyta skeletale në masë dhe nevoja të rritura për ortodonci. Po, gjejmë një zhvillim shumë të madh të ortodoncisë sot. Janë 2 arsyet. Një është kjo, ndryshimet skeletale dhe ndryshimet fizionomike të qenies njerëzore në shekuj, në 1000 vjeçar. Por tjetra është edhe fakti që jemi shumë të fokusuar dhe shumë të ditur, shumë të interesuar, shumë të prirur ndaj pamjes. Thash, kur ne jemi në varfëri, jemi duke luftuar për mbijetesën. Por kur kemi disa kushte, fillojmë mendojmë dhe për bukurinë, dhe për komfortin, dhe për harmonizimin e gjërave, dhe ortodoncia nuk është vetëm bukuri, por është shëndet mbi të gjitha. Patjetër, sepse ndoshta duhet të bëjmë të ditur që ortodoncia do të thotë edhe një kafshim i shëndetshëm. Pikërisht. Dhe jo vetëm një pamje e bukur. Pikërisht. Dhe a janë të ndërgjegjësuar njerëzit për anën simetrike të gojës, për funksionin e dhëmbëve, apo janë të interesuar vetëm për pamjen? Pra, e kuptojnë që ka një disfunksion, apo thjesht duan vetëm të rregullojnë pamjen? Sinqerisht, ajo çka njerëzit shohin është pamja fillimisht. Çfarë mund të sjellë ky disfunksion? Çfarë problemesh mund të sjellë? Të paktë janë ata që kuptojnë disfunksionin, po për këtë jemi ne dentistët, po shpjegojmë.
është e vërtet që nga një problem I tillë I asimetrisë, po themi, mund të vinë probleme të dhimbjeve të mesit, mund na flisni pak më shumë për këtë sepse me të vërtetë është. Për këtë do të fliste shumë mirë një ortodont, por mund të flasim fare mirë sepse një nga fushat e mia të interesit është edhe sistemi dhe artikulacioni dhe okluzioni në vetvete, gnatologjia pra. Po. Padyshim. Ne jemi, e keni parasysh turën e druve? Turën e druve, ku nëse një dru është I shtrëmbër, gjithë tura shkon shtrëmbër. Imagjinojeni organizmin tonë që është I përbërë nga gjithë struktura skeletale dhe që vjet në lëvizje nga këto muskuj, ku një nuk është në harmoni me tjetër, është në disbalancë, atëherë gjithë sistemi ynë skeletal dhe muskular do të vinë në harmoni apo do t'i përshtatet kësaj disbalance dhe në fullaj poshme që është një lavdjerës poshtë dhe një ekuilibrus shumë I madh me sistemin e saj muskular dhe përtypës mastikator, do të ndikon të drejt për drejt në posturën e individit dhe në dhimbje të caktuara që individi përjeton. Po kur duhet të vinë një individ, për shembull, kur duhet të dyshojë një individ që mund të ketë këtë problem dhe të drejtohet tek dentisti, jo tek fizioterapisti, për shembull? Po, fizioterapistët tashmë, me qenë se janë të instruktuar dhe të shkolluar mirë, kanë kuptuar që do të dështonte puna atyre ose do të ishte pa rezultat nëse pacienti do të kishte probleme që kanë të bëjnë me artikulacionin dhe me okluzionin. Dhe një okluzioni pa balancuar do të sillte pashmangshmërisht në probleme që do të lexoheshin si probleme fizioterapie, si dhimbje shpatullash, kyçesh, muskujsh, qafe, gjuri. Deri te gjuri. Pra një fizioterapist është I aftë që të dallojë nëse origjina e dhimbjes për shembull ose e problemit është nga goja. Problemi është pjesë e të tërës, rrjedhimisht bashkëpunimi mes fizioterapistit apo ortopedit, mjekut stomatolog, ortodont, të çdo mosdoshmëri. Dëmtimi mund tjetë apo disbalanca mund tjetë me origjinë që vjen descendente, pra nis tek sistemi I dhëmbor dhe zbret poshtë drejt këmbëve, apo mund të iniciojë sipër dhe të reflektohet. Është dhe vice versa, domethënë. Është dhe vice versa. Doktor Çerqizi, se nuk mund të rim pa ju referuar shumë shpesh sot. Mbaj mend që më ka thënë. Njerëzit janë të prirur të kenë dy probleme madhore në gojë. Ose me mishret e dhëmbëve, ose me vetë dhëmbët. Jo shpesh, nuk shohim shpesh që të kenë të dyja, por sigurisht që ndodhet të kenë të dyja. Si qëndron kjo? Ndodh të shohim të dyja sepse janë të korreluara, pra njëra mund të iniciojë problemin e tjetrës, por predispozita, me qenë se janë smundje si problemit e prishjes së dhëmbëve, kariesi pra, si problemet e paradontozës, të mishrave dhe të kockave ku dhëmbët mbështeten, janë dy probleme të ndryshme. Pjesë të njëjtit sistem, por janë dy probleme krejtësisht të ndryshme. Tek të dyja ndikon ngarkesa bakteriale, por janë bakteri të ndryshme ata që skatenojnë njërin problem kundrejt tjetrit. Tek të dyja ndikon ambienti, tek të dyja ndikon përkujdesja dhe higjiena personale. Po gjenetika. Tek të dyja ndikon gjenetika dhe predispozita. Për shembull, unë mund kemi të dyja të njëjtën, identikisht të njëjtën ngarkesë bakteriale, por unë kam predispozitë që të lexoj si patogen, pra si ngarkesë bakteriale armike, dëmtuese, streptokokun mutant, I cili indukton më shumë dëmtimin dhe prishjen e dhëmbëve, ndërkohë që ti mund mos lexosh këtë si patogen, mund mos jetë ky më agresivi, por ke predispozitën gjenetike që të lexosh si patogen të tjera ngarkesa bakteriale, të cilat gjenerojnë problemet periodontale dhe ne të dyja ndoshta kemi të njëjtën ngarkesë bakteriale mund të reflektojmë. E përjetojmë ndryshe. E përjetojmë në dy mënyra të ndryshme. Dhe kjo ka të bëjë me make-upin tonë gjenetik, padyshim. Me predispozitën tonë gjenetike, natyrisht që ka dhe një fash moshore ku jemi më të predispozuar ndaj njërit problem kundrejt tjetrit. Por nëse një pacient ka dhëmbë të dëmtuar dhe të karjuar
Padyshim që ka mundësinë të mbajë një ngarkesë të madhe bakteriale, më pak higjienizim, më shumë vështirësi rrjedhimisht reflektohen probleme periodontale dhe viceversa, në qoftë se ka më shumë probleme periodontale, humbje të irritime, gjakosje, humbje të kockës, ekspozohen strukturat të dhëmbëve që janë predispozuar më pas për të karjuar, për të dëmtuar, kështu që në qoftë se nuk trajtohen, këto probleme pastaj ndërthuren me njëra tjetrën. Ushqejnë njëra tjetrën. Cila është mosha për secilin nga dy problemet që hasëm, që shfaqet më shpesh dhe kur njerëzit duhet bëjnë kujdes dhe të shkojnë tek dentisti? Njerëzit duhet bëjnë kujdes që në fosh njëri. Madje për individin duhet bërë kujdes që në barkun e mamas, që në shtatzani. Vazhdon ky kujdes kur fëmia lind në dhëmbët e parë, dhe një nga gabimet, mund të them një nga gabimet trashanike që ndodh të shohim tek mamat është bie biberonin tokë, mamaja merr e fut në gojë se mendon se pastron dhe ja jep fëmijës. Është e tmerrshme. Ose provon nëse supa e fëmijës është në muajt e parë, nëse supa e fëmijës është mjaftueshmërisht e ngrohtë, në vend ta testojë në lëkurë, vendos të fusi një lugë në gojë. Shiko, dikush mund të thoshte që po e pasuron me florën e vetë bakteriale. Ky është problemi, që po jep të gatshme gjithë ngarkesën bakteriale që ajo ka akumuluar në dekadat e jetës së saj. Nuk e ka të sëmur gojën. Kjo florë bakteriale që ajo ka është e pashëndetshme? Është tmerrsisht e pasur. Në gojë kemi të paktën 700 organizma, mikroorganizma. 700 lloje, thua, specie bakteriesh. Të paktën 700, mund kemi edhe deri në 1000, por 700. Po ka njerëz që e kanë të shëndetshme, siç për shembull kemi në florën tonë bakteriale të zorrës. Patjetër. Flora jon bakteriale e zorrës është një aset dhe është një organ më vete që ne na mbron normalisht, na jep një mirëqenie në shumë aspekte. Po flora bakteriale e gojës nuk mund të jetë e shëndetshme që të bëjë mirë për gojën, pra të jetojnë në bashkëjetesë me dhëmbët tonë duke ju bërë mirë atyre dhe jo duke ju bërë keq. Flora bakteriale e gojës është gjithashtu një aset. Po. Kur është e ekuilibruar dhe e kontrolluar dhe e mirëmbajtur. Po. Por flora bakteriale e gojës dhe goja në vetvete është porta e parë e organizmit tonë. Porta e cila përplaset dhe i mbyll derën për një shatan për çdo gjë që vjen që na invadon nga jashtë, nëpërmjet ushqimeve, nëpërmjet partnerëve, nëpërmjet shkëmbimeve të ndryshme që ne kemi në jetë, ajrit, gjithçka aje. Goja është porta e parë, kështu që është dhe stopi i parë. Është një rezervuar bakteresh, po themi. Është një rezervuar i jashtëzakonshëm dhe në qoftë se ne nuk do të kishim këtë ngarkesë bakteriale vendalije, ajo që qëndron gjithmonë në gojën stabël, sa profite quhet në gjuhën tonë, që është pozitive, ne do të ishim krejtësisht të sunduar nga këto bakteret patogjene që do gjeneronin një seri infeksionesh dhe problemesh, kështu që është një aset dhe kjo ngarkesë bakteriale. Çështja është që nëse ne nuk bëjmë kujdes, nëse ne nuk e mirëmbajmë atë, nëse ne krijojmë kushtet caktuara, edhe në këtë ngarkesë bakteriale ndodhin ndryshime, të cilat i kthejnë ato pastaj në anti dhe në patogjene. Pra iniciojnë probleme. Atëherë vim këtu te pjesa pak e bakterieve dhe e higjienës së gojës me që dolëm nëpërmjet biberonit. Është me të vërtet. Është diçka që duhet të thënë në fakt që kurse si nuk duhet të ketë një shkëmbim kaq drastik të florës bakteriale. Asnjëherë, puthjet në buzë me fëmijët e vegjël, sepse fëmijë mund të ketë një florë të vetën që është krejtësisht ndryshe që do të krijohet me kohën që e ka krijuar që ditën 0, që në momentin që ka lindur, që ka marrë frymë, ka kaluar nëpërmjet shumë e qartë. Vim pak te higjiena që është një pjesë shumë kyçe e intervistës dhe që njerëzit besoj se duhet marrin informacion të saktë për pjesën e higjienës. Që kur fillon higjiena tek njeriu, në çfarë moshe një njeri duhet të ketë foshnjë. Pa dalë dhëmbët akoma? Me dhëmbin e parë. Që me dhëmbin e parë. Duhet domethënë të kujdesim.
fuça dhëmbësh apo stafat të strukturuara që fëmia të mësohet me konceptin fuç që që mundsojnë edhe të kruaj ato mishrat e irrituar sepse dalja e dhëmbëve është një shqetësim i madh për fëmijën, të kruaj ato mishrat dhe të stimuloj daljen e tyre dhe t'i pastroj ato fuçëzat të buta të vogla enkas për fëmijë për foshnjë që në muajt e 6. Okej, kur është vizita e parë që duhet një prind të lëri me dentistin për fëmijën? Në çfarë moshë? Sa më shpejt. 1 vjeç? 3 vjeç? Në qoftë se prindi ka dyshim dhe mendojnë që diçka nuk vete në daljen e dhëmbëve të fëmijës tij apo një gjë nuk vete, menjëherë. Për ndryshe, kur gjithë struktura e dhëmbët kanë dalë, në gati 2 vjeçë, gjysmë fëmia i ka të tërë dhëmbët në gojë. Nga ajo moshë, për kujdesi absolut për higjienën me pastë dhëmbësh, preferueshëm pa florë në atë moshë, se mund ta gëlltisë fëmia. Me pastën e dhëmbëve, me fuçat e tij specifike, ekstremisht të buta, të strukturuara për gojën e fëmijëve, edhe me lodërzat dhe me gjërat që i bëjnë më atraktive për fëmijët dhe thjeshta për t'i kapur, është domosdoshmëri. Gjithmonë i guiduar dhe i kontrolluar nga prindi, me prindin prezent, jo fëmia të lihet në gjendje të lihet. Kontrollet tek dentisti do ishte mirë të fillonin që në moshën 3 vjeçare, do thoja unë. Në këtë moshë fëmia është mjaftueshmërisht i rritur për të kuptuar që diçka po ndodh, por është ende shpejt nëse prindi është i kujdesshëm natyrisht, se për fat keq gjejmë fëmijë me dhëmbë të prishur që në atë moshë të dëmtuar, por është ende shpejt për të pasur karjes, zakonisht nuk gjejmë karjes në këto mosha. Sa herë duhet të lahen dhëmbët? Sa herë duhet lahen dhëmbët? Sa herë i lahen duart? Sa herë është e nevojshme? Minimumi, unë po të them minimumin e nevojshëm absolut të pa negociueshëm, të larës dhëmbëve në mëngjes e në darkë. E mira pas çdo vakti, do ishte shumë e këshilluar. Po. Tani, nëse dikush vetëm një herë mund ta bëjë që të lajë dhëmbët, cila do ishte më e rëndësishmja, në mëngjes apo në darkë? Nëse njeri do e bëj vetëm një herë, të garantoj që nëse pyes gjithë pacientët e mi apo në gjithë këdo këtu, do zgjidhte mëngjesin. Arsyeja është se do zgjidhin mëngjesin për hir të faktit që duan të paraqiten mirë, pastër, bukur, të freskët për para të tjerëve. Por larja e darkës është larja që bëhet për shëndetin tonë, për ne. Pra nëse një herë dhe vetëm një herë do të lanim, larja e darkës është e panegociueshme. Mund ta shpjegojmë pse? Sepse gjatë natës, ta nisim nga ajo e mëngjesit. Në mëngjes shpeshherë ndodh që njerëzit ngrihen, lajnë dhëmbët, hanë dhe vazhdojnë ditën, pra me një ngarkesë ushqimore në gojë vazhdojnë ditën e tyre. Më pas, disa orë më mbrapa, do të ha një snack, do pi diçka, pra gjatë këtyre momenteve vetë pastrimi, që është një proces natyral që ndodh kur ne përtypim ushqimin dhe kur ne pim lëngje, do të ndodhi. Vetë pastrim do të thotë, do të prishet ajo pllakë ngarkesë bakteriale që është krijuar rreth nga fërkimi mekanik me ushqimet. Mekanik me ushqimet. Për shembull, nëse ha një mollë në mesditë, nëse ha 4 kikiri, sa më i madh fërkimi, besoj, sa më mirë fërkimi, aq më mirë vetë pastrimi, ai scratching që do të ndodhi mbi dhëmbët. Pra kjo gjë nuk bëhet me supa. Dhe kjo gjë nuk bëhet me pure, me supa, apo me ushqime të bluara, apo me një bananë. Me një kek, për shembull, me një, nuk ndodh me biskut, me një çokoladë, jo nuk ndodh. Sidomos me gjëra që ngjisin në përdëm me sheqer. Ama në darkë, ne bijem të flemë dhe kemi në rastet e një gjumi normal të shëndetshëm, kemi 8 orë. 4 orë mjaftojnë që ngarkesa bakteriale të krijojë gjithë të barierën e fortë rreth dhëmbëve dhe rreth mishave, të instalohet dhe të jetë totalisht agresive. Pra gjatë natës ne kemi kohën e mjaftueshme që ngarkesa bakteriale të bëhet agresive. Kushtet e optimale që kjo të punoj e pa shqetësuar, lagështin, ngrohtësin, gjithçka që sepse mbajmë gojën mbyllur. Sepse ne nuk ham gjatë natë, gjatë gjumit. Ne nuk kemi vetë pastrim. Është ambienti anaerobik, po themi me qënë se mbajmë gojën mbyllur dhe nuk marrim frymë një ushqim. Jo, kemi, ne oksigenohemi se ne pos marrim frymë, nuk mund të jetojmë, por në gojë ka si ngarkesë aerobike dhe anaerobike. Cila do prej tyre është agresive dhe funksionon, ka kohën e mjaftueshme
E kuptoj. E nevojshme të mjaftueshme që të organizohet, të mbi populloj dhe të mund të bëhet patogjene, të dominojë mbi pjesën tjetër të bakterëve që tham janë të mirë. Shumë e qartë. Larja në darkë është e domosdoshme dhe larja në mëngjes do ishte ideale. Si duhet të lahen dhëmbët me furç? Në me thënë, a ka thjesht një kështu si që bëjnë të gjithë, apo ka një teknik, një lëvizje të caktuar që duhet bëjnë njerëzit për të larë sa më mirë dhëmbët, për mos shkuar dëm procesi? Mendoj që tashmë njerëzit janë të mjaftueshmërisht të informuar mbi nevojën dhe mënyrën e higjienizimit të gojës. Gjithsesi, një nga gjërat që dua të theksoj është që koha minimale e furçimit është 2 minuta, jo më kot në për shumë dyqane ku në këto produkte dentare, pranë tyre do të gjeni dhe ca ora të vockla, veçanërisht të përshtatshme për fëmijët, që e kanë timing 2 minuta kohën e përdorimit. Të themi gjysmë minuti për çdo radhë. Të themi 20-30 sekonda për furçimi për çdo sekuencë që furça përfshin. Qimet e furçës nuk duhet të jenë agresive. Pra nuk duhet të jenë furça të forta. Preferueshëm jo. Furça mesatare ose të buta në varësi të situatës që pacienti ka dhe natyrisht gjithnjë e orientuar nga mjeku stomatolog që ndjek personin. Koha e larjes të paktën 2 minuta, unë do të thoja 1 minutë e gjysmë deri në 3 minuta për një larje të shpejtë. Dhe kjo mund të ishte për shembull larja e mëngjesit, e drekës, apo larja pas dite para se të shkojmë tek festa, apo para se të dalim të takojmë shoqërinë. Por në mbrëmje larja duhet të jetë vetëm rigoroze dhe unë do të thoja 3 deri në 5 minuta janë të nevojshme dhe e rekomandoj gjithmonë këtë gjë. 3 deri në 5 minuta. 3 deri në 5 minuta është larja më e rëndësishme. Është larja që bëjmë për shëndetin tonë. Dhe larja duhet të shkojë nga skaj në skaj, jo vetëm në pjesën e përparme, ku ne jemi të fokusuar, ku bie në sy dhëmbët. Po duhet të ndahen kohët njësoj edhe brenda? Duhet të ndahen kohët njësoj, madje në ato zona ku mungojnë disa dhëmbë, ku mungon vetë pastrimi, ku dhëmbët i kemi më keq pozicionuar, ku kemi një irritim të vazhdueshëm, në ato zona duhet të rikthehemi të fokusohemi dhe pak më gjatë. Furça të zakonshme apo furça elektrike, cila është më superiore? Ajo që na ofron cilësinë e nevojshme të higjienizimit. Në qoftë se pacienti është mjaftueshmërisht manual dhe ka aftësi, nuk ka reflekse, furça standard është optimale. Por në qoftë se pacienti ka reflekse, furçëza elektrike ka një kokë më të vogël, por ka kohë qëndrimi për një sekuencë të caktuar shumë më të vogël, sepse ka oscilime shumë më të mëdha se dora, se furçimi mekanik. Që në këta pacient është ideale. Se për fëmijët që nuk janë, apo njerëzit që nuk janë shumë manual, nuk kanë një përdorim shumë të mirë, kontroll shumë të mirë të lëvizjeve duarve. Ju si shikoni, për shembull, persona që përdorin furçën elektrike kanë higjen më të mirë, domethënë shikoni dhëmbë më të larë mirë se sa me një furçë të zakonshme, apo se keni krijuar këtë ide? Unë mund të gjej njerëz që kanë mjete optimale dhe kanë një higjen të dobët, sepse mendojnë që gjithçka e bën mjeti dhe jo mënyra si e përdor mjetin. Kjo vlen dhe për furçat. Pra mund të kesh gjithçka, por në qoftë se nuk investon kohën e nevojshme të furçimit për të hequr mekanikisht, për të krijuar mekanikisht atë ngarkesë bakteriale, pllakën bakteriale, biofilmin që krijohet, ti nuk e pastruar gjë. Me thënë të drejtën, unë kam gjetur shumë rehat me furçën elektrike. Perfekt. Që kur e kam zgjedhur, domethënë, më duket kur kaloj ndonjëherë që e harroj dhe kaloj në furçë të zakonshme, më duket pak shumë. Është një marsh më shumë në furçën elektrike, sepse në qoftë se ti shpenzon të njëjtën kohë, ke oscilime më të gjata, ti arrin të gryesh, të skrapësh dhëmbit më gjatë, më shumë. Çfarë mendimi ke për përdorimin e sodës për të zbardhur dhëmbët? Soda për të zbardhur dhëmbët? Po sot kemi dhe karbonin për të zbardhur dhëmbët dhe marrim sërish edhe karbonin nga lashtësia, me që folëm për lashtësinë. Kemi dhe kokrizat e ndryshme më pas për të zbardhur dhëmbët dhe këte marrim sërish nga lashtësia, nga baltrat e ndryshme, që si që përdorim në fytyrë, përdorim dhe për të furçuar, për të pastruar dhëmbët. Me thënë, marrim shumë nga lashtësia dhe je dakord me përdorimin e këtyre për zbardhjen e dhëmbëve? Nuk më krijojnë asnjë shqetësim, sepse soda, kokrizat e ndryshme, mikroparticilat e ndryshme që gjenden, shtojnë aftësinë gryerse, kruarse dhe aftësinë skrabin e vetë pastës. Ekziston një shqetësim që prishin smaltin e dhëmbëve? Si çdo gjë tjetër, nëse egzagjerojmë.
Për këtë arsye sot themi jo qime të ashpra të furçës, sepse një furçim shumë agresiv do të konsumonte, do të gryente strukturat zmaltit, veçanërisht kur ai është i demineralizuar apo prizmat e tij janë të thyer për hir të këtyre për shembull keq balancave okluzale që folëm më parë. Ç'a ndodh me këto bakteri që kemi në gojë kur i gëlltisim? I gëlltisim. Kalojnë në për traktin ton tretës dhe bjenë në stomak në acidet e ndryshme. Dhe aciditeti i stomakut do me thënë i neutralizon të gjithë, nuk është se mund të mbijetoj ndonjë. Por ama aciditeti i stomakut që vjen mbrapsht falgerdit, për shembull në pacientët me refluks, e agravon situatën. Po, edhe është mëse kuptueshme. Një pyetje kritike, sa shpesh duhet ndruar furça? Furça, sa herë që dëmtohet? Sa shpesh e ndroni leckën që merrni plurat apo lani shpinë? Sa herë që është e nevojshme. Pas një kohë të caktuar, furça ngarkohet me ngarkesë materiale pa pastërti, kështu që patjetër do ndruar. Unë rekomandoj në një interval rreth një muaj e gjysmë, është ideal. Një muaj e gjysmë. 2 muaj maks. Maksimumi 2 muaj. E rëndësishme është që kur ne furçën ta ndrojmë të mos jetë dëmtuar ato qimet, mos jenë shkatruar, mos jetë ketë arritur domethënë deri aty. Jo, të mos mbrinë atë situatë, sepse në ditën që mbrinë atë situatë, nuk ofron më mënyrën e nevojshme të furçimit dhe cilësinë e furçimit. Nuk e ofron. Përveç furçës, çfarë tjetër mund të shtojmë në rutinën e higjienës gojës? Furça është e pandashme nga pasta e dhëmbëve, pra një pastë e përshtatshme në varësi të nevojave individuale është shumë e rëndësishme. Kur kemi predispozit për prishje e dhëmbëve, është një pastë që suporton rimineralizimin dhe mbrojtjen e dhëmbëve nga karjesi, është e këshilluar kur kemi probleme të mishrave. Një pastë që mbron nga gjakosja, riekuilibron frymarrjen, frymën, aromat e këqija apo riekuilibron ngarkesën bakteriale është shumë e këshilluar. Kur nuk kemi të tilla probleme, një pastë që na jep një mbrojtje të përgjithshme në harkun e 24 orëve është shumë e këshilluar dhe kjo është bashkëkohtare me furçën. Por përveç furçës dhe pastës së dhëmbëve që janë elementët bazët pa kërcjueshëm në higjienën tonë, fjelli interdentar është një tjetër element po aq i rëndësishëm. Njerëzit mendojnë që s'është shumë i rëndësishëm, se thonë furça është e mjaftueshme. Jo, nuk është as pak e mjaftueshme, se në gjithë të hapësirë ku dhëmbët janë në kontakt njëri me tjetrin, qimet e furçës dështojnë të pastrojnë. Në këto hapësira është në gjendje të funksionojë vetëm fjelli interdentar dhe përdorimi i tij në mënyrën e duhur është shumë i nevojshëm. Sa herë? Minimalisht 1 herë në ditë, më pak se 1 herë në ditë, 1 ditë po, 1 ditë jo, do të thotë që nuk e përdorim fillin interdentar fare. Pra të paktën 1 herë. E mira për çdo furçim, minimalisht 1 herë në ditë. Mund të jetë më mirë për shembull që njerëzit mbas çdo vakti të paktën të përdorin fillin, sepse furça dhe pasta është çik më e vështirë për ta përdorur kur je jashtë shtëpisë. Po filli mund të bëj punë, një fill dhe një shplarje do të ishte ushqimit? Po, përdorimi një fill, për shembull një dikush që është në zyrë në një punë që e çon të punoj 8 orë të tëra, padyshim që diçka do të konsumoj. Përdorimi i flosit dhe 30 sekonda i një shplarësi do të ishte më së mjaftueshëm. Shplarës apo thjesht ujë? Në pamundësi ujë, nëse ke mundësi të përdorësh shplarës, pse jo një shplarës? I rekomandon shplarësit të dhëmbëve? I rekomandoj shplarësit, sidomos në varësi, sërish në varësi të problematikave. Po gjatë gjithë kohës apo me periudha? Shplarësit kanë funksione të ndryshme. Kemi shplarës që mbështesin funksionin rimineralizues të dhëmbëve, shplarës me fluorid ose jo, kemi shplarës që suportojnë shëndetin e mishrave të dhëmbëve dhe shëndetin paradontal, kemi shplarës që janë thjesht dezodorus. Një shplarës i tillë dezodorus që do të na jepte një aromë të freskët dhe do të na ishte ato particelat ushqimore në bashkëpunim me fillin interdentar do të ishte ideal për të përdorur në punë. Nuk shkatron florën tënde bakteriale? Dezodorusi jo, nuk ka ngarkesë, nuk ka efekte antibakteriale. Mund ta bëjmë këtë nëpërmjet diçka më natyrale, për shembull, unë kam dëgjuar për vajin e kokosit, që është një lloj disinfektanti për dhëmbët. Po kemi shumë elemente antiinflamator apo qetësues. Edhe këto na vinë të përdorura që në lashtësi, të përdorur nga mjekët popullor në shekuj, dhe me sukses të jashtëzakonshëm, me shumë dëshirë të inseruara në shumë shplarës apo pasta dhëmbësh apo medikamente të ndryshme. Po do veçoja kamomilin për shijen e tij të këndshme dhe për efektin qetësues që jep.
Dhe është një që do e përdorim për shembull kur kemi plagë, dhe antiseptik, por kryesisht për këto. Do veçoja për shembull turmeriku për efektin e tij antiseptik, do veçoja menten për efektin e saj të odorus shumë të këndshëm. Ka një seri timen për efektin e saj antiseptik. Trumzën. Rigoni, janë të dy antidisinfektues. Kemi një seri produktesh që na vinë nga natyra, që mund t'i trajtojnë në trajtën e çajit, ose infusionave të ndryshme. Fare mirë. Doja të kaloja pak tek pjesa e shëndetit. Më ka bërë shumë përshtypje, kam dëgjuar një podcast, një mjek shumë të kualifikuar, i cili thoshte se, ishte onkolog, i cili thoshte se në asnjë nga pacientët e mi nuk kam gjetur një gojë të shëndetshme. Dhe asnjë nga pacientët e mi nuk ka arritur të rehabilitohet plotësisht nëse nuk ka kuruar edhe gojën. Po ashtu kam dëgjuar që lidhet me infertilitet, një gojë sëmorëse, sëmundjet e dhëmbëve në përgjithësi. Lidhet me akoma dhe disfunksion erektil, me rritjet të... Jo, ti themi këto sepse mbase të ndërgjegësohen më shumë me këto. Ose me lindje premature. Personat me sëmundje të dhëmbëve kanë 20% më shumë rrezik për hipertension, sepse këto toksinat që prodhohen nga bakteret shkaktojnë dëme në enët e gjakut. Çfarë mund të na thuash për lidhjen e shëndetit të gojës me në përgjithësi shëndetin? Ta vazhdojmë tej? Po. Me qënëse ishim te infertiliteti? Po, patjetër. Dhe për lindje premature? Dhe për lindje premature. Ta vazhdojmë tej për hipertension dhe për infarkte dhe për strok. Dhe ka një lidhje shumë të madhe mes strok dhe infarktit dhe problemeve periodontale. Paradontale. Paradontale. Pra tani flasim, se këtë doja të ndaja. Këtu besoj kur flasin sëmundje të dhëmbëve i referohen më së shumti paradontozës në raport me shëndetin holistik, pra që me shëndetin sistemik, po themi, apo edhe karijesi, edhe problemet të dhëmbëve? Karijesi do të ishte një trigger dhe agravuesi i shëndetit periodontal. Okej, dhe ky i dyti por çon në problemet sistemike. Por i referohemi shëndetit periodontal në këto raste, sepse sëmundja periodontale në vetvete është një inflamacion kronik, persistent, vazhdueshëm në gojën e pacientit. Kemi një ngarkesë të jashtëzakonshme bakteriale, e cila krijon një inflamacion dhe ky inflamacion lexohet më pas duke krijuar markerat inflamor gjenden në nivele shumë të larta në organizmin e njeriut dhe këto shkojnë dhe ndikojnë apo godasin sistemet të caktuara të individit. Ta sqarojmë pak pjesën e inflamacionit, se ndoshta për shumë njerëz është një i pa koncept kështu abstrakt. Çfarë është inflamacioni? Inflamacioni është mobilizimi i sistemit imunitar dhe krijon një luftë aty për aty për të shpëtuar në një farë mënyrë atë që ai quan të shëndetshme, po si çdo luftë lihen edhe dëmtime rreth e rrotull dhe kur lufta bëhet e vazhdueshme më së shumti, si themi, aty vihet një zjarr për të thatat dhe fillojnë të digjen dhe të njomat, apo jo? Absolutisht po. Pra është një sistem imunitar i ndezur, i cili është shumë i rëndësishëm për një moment të caktuar për të luftuar diçka, por në momentin që ai bëhet i vazhdueshëm dhe persistent, siç e the, fillon dhe nuk kontrollohet më se ku lufton dhe kë lufton. Është përpjekja e organizmit për t'u përgjigjur, ky është reaksioni inflamator, për t'u përgjigjur këtij agresioni të gjithë këtyre mikroorganizmave, po që tashmë kanë kaluar atë numrin dhe ekuilibrin e bukur të një goje të shëndetshme dhe janë bërë agresiv, si kolonizatorët e rinj që ishin indigjenët. Dhe në kuadrin e kësaj, inflamacioni do shpreh fillimisht me një mish të skuqur, irritimet vogla, gjakosje të vogla, dhe këtu jemi në një stad ku mund ta rikuperojmë me pak përpjekje dhe impenjim. Më pas, kur vazhdon dhe nuk ka asnjë përkujdesje, do të agravohet dhe do të shkojë më thellë, mishra do të hinten, kjo do jetë ajo çka njerëzit do të shohin, mishra do të hinten, simptomat po. Mishra do të hinten, do të fillojë një erëkeqje gojës,
do të kemi gjakosje më profuze, më pas akoma do të spresi dhe do të invadoj në nivelin e kockës, do të dëmtoj lidhjen me zëmbit dhe kockë dhe do të kemi humbje të kësaj kocke, dhëmbët do pësojnë mobilitet, do të lëvizin kundrejt njëri tjetrit dhe do t'i ndjen njerëzit dhëmbët të lëvizshëm dhe finalja farë është humbja krejtësisht e këtyre dhëmbëve. Si shkon tani nga këtu, si shkon në zemër, në arterje, në veshka, në komplet trupin? Ky inflamacion ndodh në gojë dhe prek në mënyrë imediate në zonat që janë rreth saj. Pra, kemi hundën, kemi faringsin, kemi mushkrit, kemi kockat, por teksa këto toksina shkarkohen dhe kjo ngarkesë bakteriale, sepse misha duke u gjakosur, duke u hyrë, duke u dëmtuar, ejten dhe kryojnë porta ku këto baktere të mund të hynë në brëndit të organizmit tonë, dhe këto mikroorganizma hynë në brëndit të organizmit tonë. Dhe transferohen në organe? Dhe transferohen kështu në organe, ose toksinat që kryojnë, prodhojnë, transferohen dhe instalohen në zonat të caktuara. Inflamacioni në vetë gjithashtu jep ndryshime qelizore, të cilat dëmtojnë strukturën ose mund t'japin dhe ndryshime në vetë ADN e qelizave të caktuara dhe këtu iniciohen dhe mutacionet. Mutacionet që më pas ne i themi shprej me termin tumor, kancer apo të tjera. Dhe jo pak lidhje ka mes dhe janë gjetur ka pafund studime që vërtetojnë klinikisht lidhjen mes inflamacionit të gojës, pra periodontal, dhe formave tumorale. Dhe kemi oral tumore të indeve të buta, të gojës, të faringut, të largingut, që shoqërojnë këto, të qafës, që i shoqërojnë këto. Po me tiroidën, ka ndonjë lidhje periodontoza me Hashimoton që është kaq e përhapur sot? A mund të përbëj pra edhe trigger për autoimunitet periodontoza? Ka pafund studime që tregojnë lidhjen mes inflamacionit gigivar dhe periodontal me sëmundjet autoimune. Dhe janë dy gjëra që skatenojnë dhe agravojnë njëra tjetrën. Kemi sërish një marrëdhënie ku krijohet një qark vicioz dhe sëmundjet autoimune bëhen shumë më vështirë të menaxhueshme dhe shumë të agravuara nëse dhe agresive nëse nuk menaxhohet inflamacioni periodontal dhe viceversa. Nëse kemi një sëmundje autoimune të shfaqur prezente, për shembull artriti është një nga sëmundjet më agresive dhe më dukshëm që kanë një shprehje me një lidhje fare direkte me paradontozën. Në momentin që agravohet artritja, kemi edhe agravim, shpeshherë gjejmë agravim dhe një moment aktiv të inflamacioneve periodontale. Po kemi dhe shumë raste të tjera ku inflamacioneve periodontale agravojnë situatën. Për shembull, gjithë sistemi hormonal të Hashimoton dhe është tiroidja, po kemi edhe diabetin. Tipi të dytë është një tjetër problem shumë i shprehur dhe vështirë i menaxhueshëm nëse kemi një keq menaxhim apo mos menaxhim të inflamacioneve periodontale dhe nga ana tjetër, prania e diabetit është trigger dhe agravues i lezioneve periodontale, i dëmtimeve periodontale. Ma merr mendje prej sheqerit të lartë që ushqen. Niveli i sheqerit është njëra gjë, inflamacioni i lartë është arsyeja tjetër, aftësia e ulët për të shëruar është arsyeja tjetër. Dieta ushqimore e pa menaxhuar është arsye tjetër. Doris, në fakt këtu po më vjen në mendje edhe pacientë të ndryshëm që kam hasur në klinikën time, të cilët kanë ardhur për tjetër arsye për dietën, po mbaj mend që më kanë thënë që kanë konstatuar, kanë diagnostikuar kancerin vetëm pasi filluan një trajtim të dhëmbët. Për shkak se i ranë dhëmbët, për shkak se patën hemoragji, domethënë është kjo lidhje që flasim tani në raport me sëmundjet tumorale, si lidhe diagnostikimi kancerit me... Në raport me sëmundjet tumorale në regionin e gojës apo përreth, pa dyshim se kur ti shkon tek dentisti, një nga për kancer në mëlçi, për kancer në organet të tjera, apo është thjesht një... Kjo sepse kur ne shohim që kemi një lezion periodontal
të agravuar dhe të panë menaxhuar, jo rallë kërkojmë, është pjesë e protokollit të kërkojmë dhe një seri analizash dhe kontrolesh. Dhe atje teksa shohim gjendjen e përgjithshme të pacientit dhe shohim lëvizje në raportet apo në vlerat e tij të analizave, atëherë orientojmë pacientit drejt kontrolleve të caktuara specifike. Jo më larg se 3 ditë më parë, orientova një pacient tek endokrinologu sepse lëviznin raportet e markerave të tiroides dhe i thash, këto lëvizje orientojnë drejt një funksioni të mirë të tiroides ende të ruajtur, por një ndryshim ka ndodhur probabilisht Hashimoto e pa menaxhuar. Të lutem çeku dhe më erdhi para pas disa ditësh pas kontrollit e endokrinologut dhe më tha dok kisha Hashimoto. Dhe nuk e kish ndjekur veten asnjëherë, por ky pacient kishte probleme periodontale serioze. Atë ditë erdhi tek unë për të hequr një dhëmbë i cili kishte humbur krejtësisht suportin kockor. Mendon që trajtimi i periodontozës mund ta kthejë mbrapsht një Hashimoto? Jo, nuk mendoj që mund ta kthejë mbrapsht një Hashimoto, por mendoj që mund të mundësoj menaxhimin e Hashimotos. Nuk mund të kthejë mbrapsht një diabet të tipit të dytë, por mund të mundësoj menaxhimin e diabetit. Nuk mund të kthejë mbrapsht një strok, por nuk agravon dhe nuk çon pacientin drejt një stroku të ri. Nuk mund të kthejë mbrapsht një pacient që ka smundje autoimune dhe ka probleme të artritit, po mundson që mjekimi ta menaxhojë artritin. Nuk mund të kthejë mbrapsht një pacient që ka bërë infarkt të miokardit, por nuk është një arsye iniciuese për një infarkt miokardi dhe kemi një lidhje mes të gjitha këtyre smundjeve të përgjithshme shëndetësore me problemet periodontale. Sikurse kemi dhe një rritje me një dyfishim të predispozitës, për shembull të mamave të reja, të shtatzanave, për lindje premature ose për fëmijë të pazhvilluar mjaftueshmërisht. Vetëm për periodontozë. Thjesht për një periodontoze. Si trajtohet periodontoza, Doris? Periodontoza është multifaktoriale, tham gjenetika, si në çdo gjë tjetër luan rol, por ne mund ta menaxhojmë predispozitën tonë gjenetike dhe mund të bëjmë që ajo periodontoza të shfaqet shumë e lehtë dhe shumë e qetë, dhe të jetë shumë e kontrolluar nëse e menaxhojmë periodontozën dhe menaxhimi është që nga mirëmbajtja dhe higjienizimi i rregullt i gojës. Besoj kjo është aja, më e rëndësishme. E pa diskutueshme. Alfa për çdo problem, alfa për periodontozën. Mirë menaxhimi dhe të qenit persistent në përkujdesjen tonë. Të mos lodhurit se përkujdesemi për gojën vazhdimisht. Tjetra është përkujdesja me një dietë ushqimore të balancuar dhe të kontrolluar. Shumë e rëndësishme, sa me kontrolluar, jo shumë e pasur në sheqerna, veçanërisht në fund të ditës, jo të pim atë lëngun apo ato sheqerna tona në darkë dhe pastaj të flem. Po, patjetër. Me që dolëm tek dieta, çfarë mendimi ke për vitaminën D? Me qenë se është një nga vitaminat që ka një mungesë shumë të përhapur edhe në popullatën tonë, pavarësisht shumë çuditën sepse ne jemi një vend me diell, ama të paktën në rastet e mia në klinikën time që unë trajtoj dhe që e këshilloj shumë shpesh vitaminën D, sepse e quaj një nga vitaminat më të rëndësishme për imunitetin, sidomos, jo vetëm për kockat, dalin, mos të them 90% me mungesë të vitaminës D ose me pamjaftueshmëri. Duke qenë se është e lidhur shumë me shëndetin e kockave, po dhe me një veçori, me një, le të themi, veprimtari antiinflamatore. Çfarë roli ka një korrigjim i niveleve të vitaminës D te periodontoza? Sa po e the? Është efektet e saj ndikon drejt për drejt në feedbackun e kockës dhe periodontoza godet kockën. Inflamacioni periodontal godet kockën. Dhe na humbet suportin kockor të dhëmbëve. Rrit imunitetin. Dhe një organizëm pa imunitet është një organizëm shumë i predispozuar të bëjë inflamacione shumë agresive.
densiteti kockor i ullët gjithashtu çon në paaftësi të strukturave kockore për të përballuar forcat përtypse, veçanërisht kur kemi probleme të caktuara të pacientit apo kur kemi pacientë irrituar, pacientët me inflamacione periodontale duke jetuar në një status diskomforti, mungese konfidencialiteti, dhimbje konstante, janë të predispozuar të jenë shumë të stresuar dhe shumë anksios. Rrjedhimisht kanë kontraktime shumë të mëdha dhe këto sërish çojnë në dëmtim të strukturës kockore. Thënë kjo, prania e vitaminës D shumë e rëndësishme. Është një nga së bashku me analizat e tjera, është një nga analizat e para që ne japim sa herë që shohim që kemi nivele të larta të inflamacionit. E këshilloni si suplement? Në çfarë dozash? E këshillojmë si suplement në varësi të mangësive që pacienti paraqet. Më vjen keq të mbështes atë që thej që 100% e pacientëve të cilëve u kërkoi të bëjnë analizat do të gjej mungesë të vitaminës D, kryesisht pa mjaftueshmëri, gjej në norma normale vetëm ata pacientë të cilët më referojnë që marrin suplement vitaminik. Tërë të tjerët janë në pamjaftueshmëri në masë. Dhe në mosha të vogla, për fat të keq. Ndoshta lidhet me faktin që ne jemi gjithnjë më pak, me një jetë outdoor jashtë në natyrë, jemi gjithnjë më të mbuluar, kemi gjithnjë më shumë syze tona të diellit që na mbulojnë dhe kornet e syvit, dhe këto gjithashtu ndikojnë. Por mund të jetë edhe faktori idiopatik, do me thënë fakti që populli shqiptar dhe kombi shqiptar ka pasur një dietë ushqimore të njanshme dhe jo shumë të balancuar, ku ka munguar krejtësisht produktet e detit, peshku, vaj peshku, që përmbajnë çik më shumë vitaminë D. Nuk kanë qenë shumë prezent, ose s'kanë qenë fare prezent në dietën tonë. Çfarë doze rekomandon ti të vitaminës D kur një pacient është me mungesë dhe është me parodontozë? Në varësi të nevojave, është edhe sasia e vitaminës D që japim, kur pacienti nuk ka një pamjaftueshmëri shumë të shprehur, dhe ku nuk ka nevojë të bëjë ndërhyrje të ndryshme kirurgjikale, ku na kërkohet një shërim kockor i shpejt dhe i fortë, pra e vëmë në stres sistemin kockor të skeletal të pacientit, doza që do kërkoja do të ishte rreth 2000 unite në ditë. Ama në qoftë se pacienti ka nevoja për ka ndërhyrje kirurgjikale, për shembull vendos një implant, për shembull ka nevojë të bëjë një rigjenerim kockor. Në këto raste, atëherë kemi boosterat e ndryshme, boosterat me bolus, që japin një dozë të që japin një dozë të mirë 200.000 unite dhe më pas e fusim pacientin në skaletën e tij me mbulim me vitaminat e përditshme. A është një protokoll që ndjekin të gjithë dentistët në Shqipëri? Në djenin tënde? Protokollin e analizave apo të dhënies së vitaminës D. Mendoj që sot dentistët janë gjithnjë më të informuar dhe më të orientuar drejt saj, kështu që dua të besoj që e ndjekin të gjithë. Tani, siç folëm për parodontozën, tham që shkakton dhe një aromë të pakëndshme të gojës. Dhe fatkeqësisht, njerëzit vetë nuk e kuptojnë erën e gojës. Pra, kur ju vjen erë e keqe goja, nuk janë në gjendje ta kuptojnë vetë. E para, si mundet dikush ta vetë vlerësoj nëse ka aromë të keqe apo jo të gojës, çfarë mund të bëj? Dhe e dyta, a largohet, a është vetëm prej parodontozës dhe florës, dhe me thonë ngarkesës bakteriale në gojë, apo ka dhe faktor të tjerë? Ta nisim nga kjo e fundit, po, ka dhe më shumë se nuk është vetëm goja shkaku i halitozës. Pacienti mund të reflektojë erë të keqe nga goja, sepse ju thash porta e hyrjes në organizëm është goja, lidhimisht dhe porta e reflektimit të problemeve të tjera do t'ishte goja. Mund t'jen problemet të hundës, infeksiona, apo gjëra, mund t'jen problemet farinksit, mund t'jen probleme gerdi në vetvete, pra refluksi mund t'jet një arsye tjetër. Pacientët që janë për shembull me diabet kanë një aromë tjetër karakteristike. Pacientët që kanë një dietë interesante me shumë erza, me shumë uthull, me shumë hudhër, me shumë qep. Gjithashtu do reflektonin këtë erë që do gjeneroj kryesisht nga stomaku. Por një nga shkaqet e forta të erës gojës, halitozës, që të quajnë në gjuhën tonë, janë prishjet e dhëmbëve, inflamacionet kingivare, mungesa e higjienës,
Të gjitha këto do të shoqëroshin pashmangshmërisht me erë të keqe të gojës. Aq sa ka rasti që në qoftë se ti ke një person me probleme paradontale në një ambient dhe ti hyn, ti e di njëherë që dikush është me probleme të tilla. Kaq problematike mund të jetë era e keqe e gojës. Si menaxhohet? Si mund ta kuptoj vetë individi vetë? Individi e sheh që mishrat gjakosin. Individi ndjen diskomfort. Individi e ndjen një rëndes që i ndjen nga fryti, nga faringsi, nga gjuha, e ndjen si të veshur. Individi ndjen dhëmbët si të veshur, si me lëmyshqe dhe jo të luciduar, të lëmuar. Individi i vëre këto gjëra, nëse ka dëshirë t'i vëre. Nëse s'ka dëshirë, një njeri dashamirës do bënte mirë t'ja thoshte. Pra, ne vetë nuk kemi se si ta në mënyrë direkte ta ndjejmë. Po, ka versione të ndryshme, ka dhe produkte të cilët masin sasinë e squfurit që emetohet gjatë frymënxjerrjes. Dhe era e keqe e gojës i korespondon pikërisht këtij squfuri që lëshojnë këto baktere, këto mikroorganizma gjatë fermentimit në gojë. Po, e vërteta është që ka ngjashmëri në persona të ndryshëm, vjen pak a shumë personat me paradontoz kanë njerë shumë karakteristike, sikurse ata me diabet kanë erën e tyre karakteristike, sikurse ata që kanë një dietë caktuar ushqimore kanë erën e tyre karakteristike. Është me të vërtetë diçka që njerëzit duhet i bien pas, duhet i bien pas. Është gjëna që të mos t'jen koshient për një gjë që në një farë mënyre ja ulet si të thuash vetë besimin të tjerët, ose krijon një lloj situate të pakëndshme tek njerëzit përreth të cilët janë në siklet. Nuk mund të ta thoj gjithkush që shiko se të vjen erë goja dhe prandaj ngul këmbë te kjo pjesë sepse duhet të jenë koshient dhe të bien nga mbrapa kësaj gjëje. Dhe për shembull më mira do ishte të pyesni një njerëz shumë të afërt nëse personi dyshon se ka një gjë të tillë, gjëja e parë do ishte të shkonte tek dentisti, se do merrte përgjigje imediate dhe të drejtë për drejtë, pa dozën e emotivitetit që mund të kishte një familjar apo një mik, apo pa vështirësinë e të folurit që do të kishte ndaj një të afërmi apo një të njohuri, një shoku, një shoqe që mund edhe të kurrë, mos ia thonin me kaq lehtësi. Kështu që unë do këshilloja që dentisti ama mund të zgjidhë këtë pjesën e halitozës që vjen nga pjesa e gojës, po nëse vjen diçka nga stomaku, po përderisa goja është porta e parë dhe goja është niveli ku reflektohet, dentisti do të përcaktonte nëse është goja shkaku i kësaj halitoze apo ka të tjera arsye. Edhe në rastet kur individi arrin ta kuptojë që ka probleme me halitozën, se dikush ja ka thënë apo se vetë ka perceptuar. Sërish dentisti është i nevojshëm t'ia ndajë shkakun e halitozës. Nëse halitoza është prej arsyes së gojës dhe të strukturave përreth, atëherë menaxhimi i tyre është shumë i rëndësishëm dhe menaxhim shumë rigoroz. Në qoftë se problemi është gastrointestinal, atëherë bashkëpunimi me mjekun gastroenterolog është shumë i rëndësishëm. Nëse diabeti është shkaku, atëherë bashkëpunimi me endokrinologun është shumë i rëndësishëm, por gjithmonë në bashkëpunim, sepse të thash janë ndërveprim këto fusha dhe reflektohen tek njëra tjetra. Dhe jam e sigurt që shumë pak njerëz të vinë që të dallojnë ose të konstatojnë erën e gojës, por jam e sigurt që shumë njerëz të vinë për të zbardhur dhëmbët. Patjetër. A është kjo kërkesa më e shpesh që ke? Po, dhëmbë të bardh, sikurse rinia e përjetshme në ditët tona, edhe dhëmbët e bardh janë bërë pjesë e kësaj rinisë së përjetshme. Çfarë mendimi ke për këtë maninë që gjithkush po kërkon të zbardhë dhëmbët në mënyrë artificiale? Jam totalisht dakord që sikurse preferojmë kemi një truk të bukur, një kreje të bukur, një veshje të bukur për të paraqitur mirë, të kërkojmë dhe të kemi dhëmbë të bardhë dhe të shëndetshëm. Dhe kjo është krejtësisht normale dhe njerëzore, jam totalisht dakord me të. Me tej bërjen, me kërkesën e dhëmbëve ekstremisht të bardhë dhe mbi të gjitha me dëmtimin e dhëmbëve për hir të kësaj bardhësie ekstreme që konkuron dhe biden e banjos,
e tualetit. Që nuk gjende bukur për mendimin tim. Nuk jam dakord dhe nuk duke pajtohem diçka kaq fare. artificiale. Dëmtimi gjatë zbardhjes ka të bëj me llojin e dhëmbit, pra ka dhëmb që nuk e mbajnë zbardhjen sepse janë më të prirur për të dëmtuar, apo ka të bëj me dentistin. Do me thënë, me mungesën e... Me të dyja. Me të dyja. Për fat keq me të dyja. Në qoftë se pacienti ka qafat e dhëmbëve të zhveshura, ka dhëmbë të kompromentuar, ka dhëmbë me demineralizime, dhe ti shkon e i zbardh dhëmbët, në fakt i trazon ato me një agent agresiv që është peroksidi i oksigjenit dhe në një përqindje të rëndësishme. Mendoj që sot kemi dhe teknologjinë e lazerit që e përforcon edhe më shumë këtë aftësi dhe këtë agresivitet për oksidit dhe mundëson depërtimin e tij dhe më thellë. Ti e di fare mirë që peroksidi është korrosiv. Dhe nëse e vendos të mbi një strukturë dhëmbi të kompromentuar, padyshim që do dëmtohet. Në qoftë se dentisti do të bjerë pre e kërkesës së pacientit për të zbardhur dhëmbët, kur pacienti ka karies, kur pacienti ka këto demineralizime, kur pacienti nuk është individi dur për të bërë zbardhje, këtu është faji dentistit. Qartë. Pacienti bën kërkesën e tij. Pra, vetë pacienti duhet bëj shumë kujdes se tek cili dentist drejtohet për të bërë një trajtim të tillë. Dhe duhet kuptoj që kur përgjigja është jo, nuk është se dentisti nuk do t'i zbardhë dhëmbët atij. Apo është i paaftë për ta zbardhur. Ose është i paaftë, por se nuk është indikuar dhe dëmet që do të akumuloj janë superiore mbi efektin e bukur të zbardhimit, që përveç tjerave është dhe i rikëthyshëm, sidomos nëse pacienti nuk është i kujdesshëm me higjienën e tij, apo konsumon shumë produkte pigmentuara, si Coca-Cola-rat, si verat e kuqe, si kafe me shumicë, si çaj i zi, apo produktet kësaj natyre. Cigaria që është e padiskutueshme. Sa herë duhet shkuar te dentisti për të bërë thjesht pastrim të gurzave dhe një lloj zbardhimi të lehtë? Të qoftë se duhet të ndajmë çfarë quajmë zbardhim. Një pjesë e njerëzve mendojnë që thjesht pastrimi i dhëmbëve është zbardhim. Në fakt nuk është. Pastrimi i dhëmbëve është pastrim profesional dhe nxjerrje në pa e dhëmbit vet, të pastër, pa pastërtira. Në shumë pacient efekti i pastrimit jep efektin e një zbardhimi pikërisht se mungon aftësia pastruese e vetë pacientit, vetë pastrimi, dhe cipat dhe pigmentet e ndryshme janë akumuluar, kanë lënë gjurmët e tyre mbi dhëmbë. Zbardhimi në vetë është ndikimi në ngjyrën natyrale të dhëmbit dhe kthimi i saj në një nuancë më të çelët, më të bardhë, më të pastër. Zhdukja atyre ngjyrave të verdha, kafe, gri që pacienti mund ketë, ku krija është vështirë të menaxhohet në fakt. Çfarë mund të na thuash për cilësinë e materialeve që përdoren sot për të mbushur dhëmbët në raport me amalgamen, për shembull? Unë gjithnjë mendoj që tek dhëmbët e mbushur, sido që të jetë copëza mikroskopike, domethënë largohen ose lëshohen, si të thuash, dhe kalojnë në stomak të paktën, sipas gjithmonë ides që kam, nuk është se e kam studiuar. A kemi ndonjë përmirësim të cilësisë apo janë kemikate, vazhdojnë të jenë kemikate të dëmshme, toksike? Si ka evoluar kjo pjesa e materialeve dhe në Shqipëri veçanërisht ka ekzistuar një ide se materialet janë të cilësisë shumë të dobët që janë përdorur ose dhe përdoren, nuk e di, nuk jam shumë, po flas thjesht me opinione. Bumi teknologjik reflektohet edhe në dentistri dhe këte reflektojnë dhe materialet e ndryshme. A kemi ne materiale konkurruese me botën që kemi të, sepse ne jemi tashmë me hapin e tyre, nuk jemi kaq mrapa. A është amalgami një material i përdorshëm? Në ditët e sotshme jo më. Për 1 milion arsye mes cilave estetika është një prej tyre, lufta ndaj metaleve dhe metaleve të rënda është arsye tjetër. A është amalgami realisht kaq i dëmshëm sa që proklamojnë? Në mendimin tim jo. Arsyeja, vërtet kur e heqim amalgamin krijon ato grimca, por ne kemi aftësitë thithse, ujin dhe gjithë produktet për të mos e lejuar ato të inhalojnë dhe të shkojnë në mushkërinë tonë na problem, na krijojnë shqetësim. A krijon ai metalet e rënda dhe zhivaj që është në përbërje të tij, a krijojnë probleme? Padyshim që është toksike, padyshim
dhe është gjërësisht e pranuar që është problematike zhiva, por nuk arrin të çlirohet në gjendje të lirë në gojë dhe avujt e saj të mund të ndikojnë veçanërisht në sistemin tonë nervor. Pra nuk është gjetur, nuk është konstatuar një lidhje. Amalgami është një material i pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, me gjithë luftën që po i bëhet tani kësaj organizate, dhe nga shumë shoqata akademike, mes cilave dhe jo amerikane e dentistrisë. Kështu që nuk përbën problem. Përsa i përket materialeve të sotshme, gjithnjë më shumë ka në treg, gjithnjë më të perfeksionuara janë kompozitet që janë tashmë prej shumë dekadash në treg, dhe gjithnjë më të mira janë ceramikat, janë glasionmeret, janë një seri materialesh që nuk janë toksike, që nuk janë problematike, që janë gjithnjë më mirë të menaxhueshme. Janë më të kushtueshme? Janë të kushtueshme, ofrojnë dhe estetikën. E bëj këtë pyetje që nëse dikujt i ofrohet një mbushje e lirë, do të thotë që materiali lë për të dyshuar, për të dëshiruar? Materiali dhe gjithë materialet apo hallkat ndërmjet për të finalizuar punën, probabilisht lën për të dëshiruar. Okej. Doris, ishte një bisedë shteruse, nuk mund të vazhdoja me orë të tëra, por më jep fjalën që do vish prapë në këtë rubrik që të flasim edhe më gjerë për problemet e gojës, të cilat janë me të vërtetë shumë të rëndësishme. Shumë faleminderit. Faleminderit, mirupafshim.